Në shtëpinë e Big Brother VIP Albania, situatat e tensionet vijojnë të mbajnë gjallë dinamikën e lojës, duke sjellë momente të papritura dhe emocionale. Mbrëmjen e djeshme, vëllai i madh mori një vendim surprizë, duke lejuar banorët e izoluar në dhomën e njohur si Akariumi të rikthehen përkohësisht në shtëpinë e madhe, bashkë me banorët e tjerë. Megjithatë, ky rikthim u shoqërua me një kusht të prerë. Në rast shkeljeje të rregullit, ata do të riktheheshin menjëherë në izolim. Gjatë mbrëmjes, Kristi dhe Miri ndodheshin të shtrirë në krevatin ku flen Selin dhe Miri. Për shkak të rregullit që e ndalonte të fliste drejt për drejt me Selin, Miri u detyrua t'i përcillte ndjenjat e tij përmes Kristit, duke e kthyer situatën në një komunikim indirekt. O Kristi, unë po vdes të përqafoj. Nuk e di si po e mbaj veten, por është një gjë që vdiqa, u shpreh Miri, duke përdorur Kristi si ndërmjetës për mesazhin e tij. Mesazhi duket se u kuptua menjëherë nga Selini, e cila ju afrua Kristit dhe e përqafoi në një gjest simbolik që u interpretua si përgjigje ndaj ndjenjave të Mirit dhe si shenjë se mesazhi kishte mbërritur tek ajo.